Dita ndërkombëtare e baballarëve. Çfarë është të qenit baba? Jani me ne të shohim se çfarë thonë qytetarët. Po të jesh baba është një epitet shumë i shajt, një përgjithësi shumë e shajt dhe shumë e madhe, edhe është një kënaqësi, njëkohësisht shumë është e madhe të jesh baba. Më thonë të kesh fëmijë, ti edukosh, ti rrisësh, ti shkollosh, ti udhëzosh për në rrugë të mbarë e të mirë. Cili është kujtimi jot më i bukur me babain tënd? Kujtimi më i mirë me babin tim, megjithëse domethënë ka vdek shumë i ri edhe në kam qenë moshtre, mirë po është që kam pas shok, edhe kujtimi më i mirë është kur shokët e mi në atë kohë thoshin që merr edhe babin sonte në kohë babin tënd se u kënaqem me ta. Kanë qenë pak më të kuptueshëm, më të arsyeshëm edhe kanë qenë pak më diskret. Sot për shembull nuk e di pse mundet me pas tabu temë mes babës dhe fëmijëve, pa marrë parasysh me vajza apo me djalë. Dallimet kuptohet, është e sot me që po flasim na nesër bëhet dje. Më koha gjithmonë bjen diçka, çdo ditë bjen diçka merr. Mirë po duhet jo